Dashur miq, se pari e fillojmë me Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Jam këtu për t'ju informuar se nisma qëndro nuk ekziston më. Do më thonë, nga sot, ditë e hane, data 5 janar, janë të parashtuar të gjithë ata hajdutër që në bashkangjiten për të pasuruar gjepat e tyre dhe për të shfrytzuar këtë nismë begatore për interesat e tyre materiale personale. Pra, nuk kam nevojë më për ato 5.000 antar, sot kam larguar 5.000 antar, e kam fituar miliona shqiptar, jo sot, po simpatin, dashurinë e shqiptarëve e kam fitu falë Zotit për i kohësh. Do jem vetë unë Elton Gjoni që do marr nisma sensibilizuese që i shërbejnë qytetarët shqiptarë dhe do jem bashkëpunues me gjitha partitë, me gjithë deputet, me gjithë krerët e komuniteteve fetare, me gjitha organizatat që t'i shërbejme atë dhe uton në mënyrën më perfekte dhe më dashurore të mundshme.